Kurrë mos i hani këto ushqime në mbrëmje. Nëse je akoma në teorinë e vjetër që pretendon se, pas perëndimit të diellit të gjitha ushqimet nuk kanë limit, atëherë është koha të sqarosh këtë keqkuptim. Në fakt, asnjë ekspert i shëndetit nuk këshillon të mbushni barkun me çdo lloj ushqimi përpara se të flini, por nuk është turp të kesh një gjellë të shëndetshme për darkë të lehtë që t'ju mbajë të ngopur derisa të flesh. Por ka një ushqim që nutricionistët këshillojnë ta shmangni në mbrëmje. Jo vetëm se nuk lejohet të bësh një gjumë të qetë, por gjithashtu shton sasinë e sheqerit në trup, e cila është, siç dihet, edhe një pengesë e gjumit të mirë. Është koha të ndaj me ju një fakt nga fiksimi kur bëhet fjala për drithrat. Një tas i mbushur plot me drithra dhe me qumësht përpara se të flesh nuk është një zgjidhje e keqe, por jo shumë e rekomanduar për darkën. Nëse drithrat janë të ëmbëlsuara dhe shumica prej tyre janë të ngjyrosura me sheqerna, ato do ju ngacmojnë gjumin e natës dhe gjithashtu do të ndikojnë edhe në rritjen e nivelit të sheqerit.